Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ju. Jemi sërish në takimin e radhës si për syfyr. Megjithëse këtu ku jam unë, syfyri me thënë drejtën kam mbaruar, por po i përshtatemi kohës në vendlindje. Lu Zotin e Madh që të pranoj adhurimet tona, të pranoj agjërimin ton, të pranoj duat tona. Elhamdulillah, shkëlqyer Zotit, sot jemi fut në ditën e 7 të agjërimit, pra kemi edhe 22 ditë Ramazan. Lu Zotin e Madh që të jetë ky Ramazan që do të ndryshojë jetën tonë për mirë, në kuptimin pozitiv, edhe në kuptimin e rritjes së normës së ndjeshmërisë, ndërgjegjes. Lu Zotin e Madh që të na falet, na mëshirojë të gjithëve pa përjashtim. Dhe lu Zotin që ky agjërim të jetë shkak që ne të fitojmë kënaqësinë e Tij, po edhe të rregullojmë raportet tona me jetën, me familjen, me njerëzit, me halallin, me haramin. Se në fund fare, ky është edhe qëllimi i agjërimit. Zoti tha: "La'allakum tattaqun", që të arrini devotshmërinë, devocionin, përkushtimin. Siç edhe, domethënë, ne e kemi bërë tradit, mirëpresim pyetjet dhe komentet nga vëllezërit. Thot një vlla këtu, thot sonte qek, thot në formë, sot që po normalisht dje, faktikisht ne kemi qenë autobus duke shku për në Mekë, dhe ka qenë afërsisht pra 12 orë udhëtim, kështu që normal. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu, nga Italia. Wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Hamburgu. Wa alaikum selam wa rahmatullah. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum selam, thot nga Podujeva. Wa alaikum selam wa rahmatullah. Zoti ju shpërbleft, Zoti ju nderoft, Zoti ju rrit nga çdo e keqja. Atëherë thot, a mund të agjëroj ditët e Shëvalit pas Ramazanit dhe ditët borxh nga nëndori, sepse jam e ngarkuar? Nëse ka arsye të fortë, po, ose për ndryshe nuk bën. Pra, mas Ramazanit, femrat që kanë probleme pra me agjërimin që mbeten ditë, plotësojnë Ramazanin, pastaj ditët e mbetura, pastaj ditët e Shëvalit. I dërguar e Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: cili do që agjeron Ramazanin dhe mbas tij agjeron 6 ditë të Shëvalit, pra duhen plotësuar një herë ditë të Ramazanit që të marrim shpërblimin, përndryshe lejohet që njeriu të mos agjerojë fare ditë të Shëvalit, po humb shpërblimin. Kështu që nëse duam të arrijmë shpërblimin e përmendur në hadith, që të marrim sevapin se kur kemi agjuar 360 ditë, do të plotësojmë Ramazanin dhe mbas Ramazanit duhet bëjmë ditët e muajit Shawwal. Pra se dikush ka udhëtuar, i kanë bërë 3 ditë, dikush ka bërë një gjë tjetër, justifikim domethënë, dhe i kanë mbetur kaq ditë. Plotëson një herë ditët, pastaj 6 ditëshin e Shawwalit. Selam nga Usa. Wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Durrësi. Wa alaikum selam. Selam thot nga Opoja. Wa alaikum selam wa rahmatullah. Nga Prishtina. Wa alaikum selam. Kur do të vini në Tetov? Faktikisht unë kam thënë dhe herë tjetër, shteti i Maqedonisë së Veriut më ka bërë sërish non grata, jam i shpallur non grata nga Maqedonia e Veriut. Shteti i Maqedonisë së Veriut vazhdimisht ka pas një dashuri speciale ndaj meje, dhe qysh për herë të parë kur kam vizituar Maqedoninë, kam hasur në ndales në kufi, na kanë marrë për herë të parë 4 orë. Pastaj çdo herë, përveç në rastit rrallë që kemi kaluar, për ndryshe gjithmonë jam ndaluar. Pra kam vënë re një dashuri speciale të shtetit të Maqedonisë së Veriut ndaj meje, dashuri kështu të veçantë, po jo vetëm ndaj meje, janë afërsisht 25 hoxhallar nga Kosova dhe nga Shqipëria që ata i kanë në listën e zezë.
Kështu që kërkoj ndjes vëllezërve të Tetovës apo vëllezërve të vendeve të tjera të Maqedonisë së Veriut që s'mund të vizitojmë sepse jemi të shpallur atje në Ngrata. Sa do të jesh në Mekë, inshallah taala do të jemi deri në datë 14. Selam nga Batinca e Shkupit, wa alaykum selam wa rahmatullah. Wa alaykum selam. Selam nga Athina, wa alaykum selam wa rahmatullah. Nga Prishtina, nga Bazeli, wa alaykum selam, nga Toronto, wa alaykum selam wa rahmatullah. A më prishet agjërimi sepse kam therrur një shpend, nuk prishet sikur therrësh gjithë pularin, nuk prishet agjërimi. Stresi zero. Selam nga Porgadeci, wa alaykum selam wa rahmatullah. Mos na harroni me dua, Zoti ju rujtë ju bekoft. Wa alaykum selam wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaykum selam wa rahmatullah. A bon më uqet në muajt Ramazanit? Bon më uqet në Ramazan. Bon, stresit zero. A quhet vazhdimi i hapës kur realizon surat dhe në namazë dhe në synete? Po, quhet. Selam nga Pesaro e Italisë, aleikum selam. Është lejuar të falim namazin e vitit në kohët e syfyrit? Para syfyrit, para. Po kaloj syfyrit. Selam aleikum, aleikum selam. Selam nga Kamenica, aleikum selam, rahmatullah. Mund të mbaj 10 ditë e fundit agjërimin? Po mirë, inshallah, avash avash. Avash avash, me shpresë Zotit. Nëse je xhunup në mënyrë pavullnetshme gjatë xhumit para se fyrit, a mund ta nis agjërimin dhe pastaj të pastrohem? Po. Elhamdulillah. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Po. Pra dikush mund ta nisi agjërimin edhe pse nuk ka bërë akoma pastrimin nga xhunubliku, s'ka asnjë problemi. Wa alaykum selam wa rahmatullah. Nga Vitia, wa alaykum selam wa rahmatullah. Nga Remçeidi i Düsseldorfit, wa alaykum selam wa rahmatullah. Çfarë duhet të lexoj nga Kurani për operimin e mbesës? Do t'i kënosh mbesës, shko lexoj surën El-Fatiha. Nëse ti je në një vend tjetër dhe mbesa bëhet operacion në një vend tjetër, nuk mund të lexosh Kur'an me korrespondencë. Selam nga Danimarka, aleikum selam. Selam nga Budrika, aleikum selam wa rahmatullah. Nga Gjilani, aleikum selam wa rahmatullah. Unë po e fali Yatsin dhe vitrin mbas Yatsis, derisa të di, a është më mirë me fal më vonë vitrin, gjatë vitit fale sa më vonë, ndërsa tani në Ramazan falu me imam, tani në Ramazan falu me imam. Aleikum selam. Nga Gjilani, aleikum selam wa rahmatullah. Selam thot nga Rosko i Veci. Rosko i Veci. Roskoveci e kemi në një vend Shqipni që quhet Roskovec. Po kjo Rosko i Veci hera parë që dëgjoj, megjithatë aleikum selam. Nëse e përpim gëlbazën poshtë, pra gjatë agjërimit, pa dashje, pra nuk ka problem, inshallah, tani nuk prisht agjërimi. Nëse një kushinje punon në Ramazan dhe gjatë ditës, a ka, ose pizzeria ka gjuna? Nëse është në një vend musliman, po, ka gjuna. Nëse është në një vend musliman, ka gjuna, pa dyshim. Leon Kastrati, e ke thënë më shumë se 48 herë përshëndetjet prezenta nga Gilani. Edhe unë thash, e ktheva përgjigjen, kështu që nuk ka nevojë të shkruash çdo sekond përshëndetje të prezenta nga Gilani. A mund ta mbyllim syfyrin disa minuta përpara dhe më pas të falim namaz nate? Po. Nëse ne syfyrin e mbyllim për shembull themi në orën 2 dhe ka kohë deri në 4, mundemi në këtë 2 orë të falim namaz nate.
Selam nga Badeni i Gjermanisë. Aleikum selam wa rahmatullah. Si është më i lehtë memorizimi i Kuranit? Forma 20 herëshe që ne kemi përmendur në një nga ligjëratat tona. Selam thot nga Pirea, Greqi. Aleikum selam wa rahmatullah. Nga Gjermania. Aleikum selam. Vazhdon ky djali i Gilanit ta shkruaj sërish. Selam nga Göteborgu. Aleikum selam wa rahmatullah. Zoti rujt. Selam nga Trento e Italisë. Aleikum selam. Kur do të vish një herë në Gelsenkirchen? Kur të naftoni? Selam nga Roma. Aleikum selam wa rahmatullah. A mjafton një grua për të bërë muslimane me shahadet dhe agjërim, apo duhet patjetër të hoxha për të bërë muslimane? Jo, mjafton thot shahadetin, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ta deklarohet me shpirt dhe me zemër dhe me besim, dhe pastaj të filloj namazin, agjërimin, s'ka nevojë me shku tek hoxha. Selam nga Koliqi. Aleikum selam. Selam nga Ludwigshafen. Nga Ludwigshafen i Gjermanisë. Aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga Belgjika. Aleikum selam wa rahmatullah. Nga Franca. Aleikum selam nga Stuttgarti. Nëse punoj natën dhe flej ditën, nga që atë të tilla kam punën, a më vlen agjërimi? Po, të vlen. Je shumë mirë, mashallah, Allahu të rujt. Selam nga Durrësi, selam nga Norvegjia. Aleikum selam wa rahmatullah. Allahu të ruajt, o vlla. Allahu të rujt. Aleikum selam wa rahmatullah. Nëse mbyllim rreth 1 minutë me vonesë, a ka problem? Stresi zero. Selam nga Ziriu, aleikum selam wa rahmatullah. Si ka pasur shahadetin kohën përpara pejgamberit alayhis salam? Njësoj si ky joni, po me emrin e profetit. Pra, la ilaha illallah, themi ne, Muhammedun Rasulullah. Kohën e Isait ka qenë Isa Rasulullah, kohën e Musait ka qenë Musa Rasulullah, kohën e Ibrahimit ka qenë Ibrahim Rasulullah, e kështu me radhë. Tu i fal farzet nëse ka bon në sura, duhet me bërë sebisesh dhe jo, nuk ka nevojë. Hannover, aleikum selam wa rahmatullah. A kam të drejtë të pi kafen së fyr? Këtë pyetje e ke bërë edhe herë tjetër edhe të jemi përgjigjur. Kemi thënë, s'ka lidhje fare kjo punë. Nëse dëshiron me pi, pije. Stresi zero. Në Roskovec, aleikum selam, natullah. Dializa thot, a e prish agjërimin? Unë nuk do të sugjeroj njeriu që është me dializë të mbajë agjërim. Atë ditë mos të mbajë agjërim. Allahu të shëroftë, të pastroftë, o Zot. Selam nga Athina, aleikum selam. Kur ngrihen për syfyra, duhet të falemi para apo mbrapa ngrënies së syfyrit? Varet nga koha, nëse s'ka dalë koha, je okay. Aleikum selam wa rahmatullah. Apo ishet abdesi nëse preket zona intime pasi po përdor një krem për kruarje? Ka dy interpretime për këtë gjë. Më e saktë është që duhet përsëritur abdesi. Para gjumit unë e them ajetin Kursi dhe surat Felek dhe shoh shumë ëndra. Unë do të sugjeroja, pse nuk më jep këtu replay, të shoh a ka mundësi me bërë replay. Të i pështi internet. Nuk më jep këtë, po doli replay. Shipe këtë çfarë po të shkruaj tani? Këtë gjën edhe me shpresë Zotit s'ke për pas më ndërtësia kur.
Sa po ta çova. Alhamdulillah. A është e vërtetë se kush e lexon surën Ikhlas mbas farzit ka shpërblim se kur ka lexuar gjithë Kur'anin? Jo, nuk është e vërtetë. Sura Ikhlas lexohet mbas farzit, por nuk thot kush e lexon surën Ikhlas se kur ka lexuar gjithë Kur'anin. Hadithi është 3 herë kush e lexon se kur ka lexuar gjithë Kur'anin. Ora këtu kene është tani është 7 pa çerek. Nga matë vitit në katën e fundit kam lexuar 3 herë Kul Huwallahun. Shumë mirë, s'ka problem. Allahu i rujt o ero, Zotit në roft. Selam thot nga Eseni Gjermanis. Aleikum selam rahmatullah. A mund ta sjellim mbi msakun? Nëse mbyllim 3 minuta. Nëse ka ndodhur s'ka problem, herë tjetër mos e boni. Amin edhe juve, Zotit në roft. Ka rasti që më kalon në vakt namazit për shkak të gjumit ditën, sepse jam turni 3 natën, nuk ka problem. Nuk ka problem, stresi 0, Habib. Stresi 0. Dje kam mbyllë së fyrin 20 minuta më vonë nga orari. Po pse? Po kështu e pet arsyeshme. Selam nga Rjana. Këtu besoj mungon në zanore. Rjana nuk... Do të mungojnë në një zanore këtu. Aleikum selam nga Tirana, aleikum selam. Atë prishet abdesi nëse vjell në iftar? Jo, vjellja nuk e prish abdesin. Kur po na vjen në rahovec, kur të naftoni. Kur të naftoni do t'ju vim. Nuk më doli gjumi për zyfyr, pra për syfyr. A më quhet agjërimi? Quhet inshallah. Quhet. Pas disa ditës kam zaki në doktori, ndoshta ka për qëllim takim. Kam zaki në doktori. Ndoshta ka për qëllim ka takim tek doktori për të bërë analizat. A prish agjërimin se merr gjak? Jo, nuk prishet. Allahu ju ruajt. Mos thuj ruajt, se i bjerë. Por ruajt, Allahu thuj ju ruajt. Jo ruajt. A prishet abdesi nëse prek organet pasi përdor një krem për myk? Prishet abdesi, po. Në mendimin më të saktë. Po ndërrom kur të na vini, kur të naftoni. Nëse e cel 15 minuta para orarit nga harresa, vlen agjërimi apo duhet të them vlen agjërimi? Nuk ka asnjë problemi. Vesët dhe mendimet e këqija për kryusin ato pësohet agjërimi? Jo, sepse janë vezveset shejtanit, s'ka lidhje. Sa po piva ujë, tani me iden që kisha kohë akoma. Të boft mirë. Të boft mirë, Abib. A me thonë të gjimi Kur'ani në gjuna bërë, ka të hatme me të gjim. Ka të hatme Kur'ani me të gjim. Po. Ka Tirana, aleikum selam. Selam nga Usenbruk, Gjermani. Ka përshku për një iftar në një tjetër qytet. Që është koha e iftarit 2 minuta më heret, cilën kohë të bëjë iftar. Aty ku të zen, koha e iftarit dhe pra. Ma qo dhe mua për ëndrat. Selam, përshëndetje nga Norvegjia. Kam djalin 13 vjet, 5 vaktet i fal. Ja ka fillu vet, ka pas dëshirë më fal kur ka bot 8 vjet. Mashallah. Mashallah, ma përshëndet shumë Habibin e vogël. E kam shpirt, e kam zemër. Allahu e rujt. Lumë si ti për fëmin që ke.
Falim namaz dhe farzit apo salavat i vitrit, mes rekatit dytë, ndales, nëse e themi mbas të hijatit, e themi kret, Allahumma salli. A do të bëjmë sevi sejdë? Jo. A do të paguajmë nënës Ramazan 70 vjeçe me skleroz? Po. Nëse në 30 ditë gjejmë nata 4 në ditët teke, si bie kur a i bie që 29 ditë është nata çift? Është një ekuacion që ke boti që s'ka lidhje fare. Nata 27 e Ramazanit, nata 25 e Ramazanit, nata 23 e Ramazanit, nata 29 e Ramazanit. Ç'a lidhje ka burr? Mos i lidh një gjërat që s'lidhen. Mos i lidh një gjërat që nuk lidhen. Unë të 4 javë të ardhshme punoj natën. Fal shefit që agjëroj, a pranohet agjërimi? Këto 4 javë të ardhshme do të punoj natën. Fal shefit, si fal shefit që agjëroj, a pranohet agjërimi? E rëndësishme është ma gjëru, s'ka lidhje. Fal shefi, nuk fal shefi. Nëse falim vitin xhami, pastaj mas namazit natës në shtëpia, kemi nevojë me fal pas namazit natës? Mund të falni, lejohet, nuk ka se problem. Si është më mirë me ndëgju apo me lexu Kur'an, të dyja? Aty ku nuk dëgjohet ezani, mjafton nga telefoni? Jo, duhet ta thrasin vet. Selam nga Abha, wa aleikum selam wa rahmatullah habibi. Unë falë vetëm farzet, më quhen namazet, inshallah, po, shumë mirë. Me dhe gjumin 3, ka ndonjë lutje specifike? Po, ka lutje specifike. Selam nga Laçi, wa aleikum selam wa rahmatullah. A prish nga gjimi kur bëjmë analizat e gjakut? Jo. Selam nga Berlini, wa aleikum selam. Nëse lexojmë Kur'an gjuhën shqipe, ka shpërblim? Padyshim, sepse kuptojmë se çfarë ka thënë Zoti. Ky është qëllimi, të dimë se çfarë ka thënë Zoti. Është vërtet që pejgamberi sa ka ngrënë deri në kohën e namazit sabahut për syfyr. Pejgamberi sa me ka pas mbyll ngrënien e tij në kohën e syfyrit. Sa orë flini gjumë në Ramazan? Sa të dali? A ju zën dora njerëzve të ligë, dikush që ka kaluar një herë, a ju zën më dora njerëzve të ligë, dikush që ka kaluar një herë, se kuptoj këtë pyetje, më bani halal. S'na rronë të aje, inshallah. Selam nga Slupçani, wa aleikum selam, rahmatullah. Allahu i rujt. Sot kam ditëlindjen, a lejo ta festoj mbas iftarit? Mjaftohu me Ramazanin se je mirë, mjaftohu me iftarin se je mirë. Selam nga Kosova, aleikum selam, selam nga Hamburgu i Gjermanisë, aleikum selam, rahmatullah. A është e vërtetë se aty në Qabe fali sabahun sa po hyn imsaku? Këtu në Qabe ka 2 ezane. Është ezani i parë si paralajmërim dhe është pastaj ezani i dytë. Ezani i dytë është me 18.5 gradë, njësoj si imsaku tek ne. Selam nga Wellsi, wa aleikum selam wa rahmatullah. Selam nga USA. Zjati thot pak më shumë këto programet, Allahu të rrit. Bon dua dhe për ne, po inshallah. Nëse merr gjak, a prishet agjërimi? Marrja e gjakut e prish agjërimin. Në thuj në një dua, thot që me heq mendime dhe kësia dhe stresin. El Fatihaja. El Fatihaja është ilaçi më i mirë. Kjo lutje që i kam shkruar njërit në koment është lutja që kam shkruar në koment, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Komuna e Mitrovicës është Rëzhna, nuk i mungon asnjë zanore në kufi me Serbin. Shara e Begorës. Allahu i rujt. Rëzhna. Ja, mësum një gjë, Zoti ju shpërbleft. 2 rekat para sunetit sabahut.
A duhet bëhet? Jo, nuk ka 2 rekat para sunetit sabahut. Kam shkuar në moment të fundit xhumas, çfarë gjykimi ka? A e kape? Je okej. Përdesa ke kapi, je okej. Unë kam mësu shkronjat, tani po mundohem me mësu të gjujt. Avash, inshallah. Avash, me shprej Zotit. Me shbërë fiksiri se kur kam gaza pas abdesit. A mjafton abdesi i parë? Po. Mjafton abdesi i parë. Përshëndetje nga Franca dhe agjërim pranueshëm për gjithë ne. Amin. Zotit nderoft. Selam nga Burgu, selam nga Padova, selam aleikum mosh kur do kthesh në Tiranë. Inshallah me datë 14 jemi në Tiranë. Si mbahen durt kur bëhet dhikri mëngjesit? Si çfarë? S'ka nevojë me i marrë durt, si normalisht. A bën falet nëpërmjet YouTube-it se nuk di të falem, s'ka problem derisa ta mësosh. Na e dërgoni thot dhe neve për ëndrat. Ja, po ta shkruaj këtu. Qova. Okej. Ertan, aleikum selam, rahmetullah, autorit. Nëse mbas përfundimit së fytyrës shkon ndonjë copë bukës gabimisht poshtë, a shprishet agjërimi? Jo. Nuk prishet agjërimi, jo, nuk prishet. Selam nga Korça. Selam. Kam shumë respekt thot për ty. Allahu shpëlbeft të respektov Zotit. Nga Sicilia, Sicilia është ka histori të fortë, subhanallah. Ndër vendet e para që muslimanët kanë arritur në Europë. Selam aleikum nga Bolzano, aleikum selam, rahmetullah. Nëse orari për mbylljen është 5:25, a ka problem që unë ta pi një gotë ujë në orën 5:25 fiks? S'ka problem inshallah, po mundohet të mbyllësh këto gjëra përpara. A është vap Mekë? Jo, nuk është vap, ko është e freskët. Djali 7 vjeçar është duke agjëruar pa imponimin e prindit me dëshirë vet, a duhet ta lejoj me agjëru? Nëse është me dëshirën e tij, s'ka problem. Hajde inshallah. Nëse s'ka mundësi në qytetin tim, s'mund me bole mosh maskën, sepse alhamdulillah kanë gjitha, mund me zëvendësu në qytet tjetër sa të kanë, po. A mund të shpjegosh pse falet namaz zabat 20 minuta më vonë? Për të larguar dyshimet që kanë hedhur njerëzit mbi kalendarin. A mund të agjëroj kur punoj në lokal me muzikë? Duhet të agjërosh. Me imsaku është 5:06. Mirë, po në telefon është 4:55. Shif çfarë përdor xhamia ku falesh. Përdor kalendarin e xhamis ku falesh. A mund ta lexojmë gjithë Kur'anin me shkronjë latine? Jo. 2 rekat para sunetit sabahut, a e në rregull? Jo, se ekzistojnë. A leo zekatin me dhënë vllajt dhe motrës nëse janë të varfër ose nga kategoritë e zekatit? Po. A mund të shpjegosh pse fale sabahu? E tham. Pak më lart. Roma, aleikum selam. Hamburgu, aleikum selam. A do të marrim abdes për çdo falje? Jo, mund ta marrësh abdesin 2 vakte, 3 vakte, s'ka lidhje. Kur në xhami po falet taravia dhe fëmijët po bëjnë teje të zhurmë, si të veprojmë? Lejeni kalamet të bëjnë zhurmë. Zoti i ruajt fëmijët që vinë në xhami, o Zot. U ka më mirë. Andrea, jemi përgjigjur për pyetjen tënde vlla 74 herë deri tani. Mos e bëj më pyetjen vlla. Nga Frankfurti, aleikum selam, rahmetullah. Nga Greqia, aleikum selam. Nga Klosi, aleikum selam, rahmetullah. Nga Ulmi, aleikum selam, rahmetullah. Pse nuk i lejohet
të vini në Maqedoni, nga që shteti i Maqedonisë së Veriut mua më ka shumë xhan. Më do shumë, ka shumë dashuri të madhe ndaj meje. Ndaj meje ka një dashuri dhe respekt veçantë shteti i Maqedonisë së Veriut dhe më ka shpallur në ngrata si njëri i cili është rrezik për Maqedoninë. Çfarë më bë? Nuk pritet gjë tjetër prej qafirave. Në për shumë sose që janë të nevojshme për ushqime gjella, gjejmë alkool ose uthull të venës. Kemi drejt të përdorim, nëse ka alkool, jo. Nëse ka uthull vere, s'ka problem. Uthull me origjinë nga vera, po që vjen nga vera. S'ka problem, ndërsa nëse ka alkool, jo. Selam nga Lipjani. Aleikum selam. Nuk u ngrita dot tot dhe e mbylla 20 minuta me vonesë. Shumë gabim ke bërë, mos e përsërit më. Selam nga Parma, aleikum selam, rahmatullah Parma. A mund të falim vetëm me surën El-Fatiha namazet? Po, mund të falim vetëm me surën El-Fatiha. E dham përgjigjen. Linz, aleikum selam, rahmatullah, Zoti shpërbleft, nga Bremen, aleikum selam, rahmatullah. Nëse nuk mundesh kur qysh me kohë me fal drekën për shkak të orarit punës, a mundesh me bashku me ikindin? Nëse ndodh ndonjëherë s'ka problem, e nëse bëhet rrugë nuk lejohet. Franca, aleikum selam, rahmatullah. Gjirokastra. Shikoj ëndra, thot kjo Gjirokastrës. Po të shkruaj diçka unë këtu. Po të shkruaj diçka këtu, inshallah. E kam një habib shumë të mirë nga Gjirokastra, ta dish. Vlla që e kam shpirt zemër. Në shtëpi me nënën dhe madhën gati e dhikën e bëj pas farzit. Vazhdoj terapit, por vitin nuk e fali nga që e fali më vonë. Shumë mirë, s'ka se problem. Jetë në rregull o shpirti ndritur, kështu e pas ka emrit. Prishtina, aleikum selam, Suedia, aleikum selam. A von më kënduar Fatiha ose Ikhlas fëmijë për sy të keq? Po, shumë mirë. Edhe Felekun dhe Nasin. Jemi një grup nga Umër Medine, datë 9, a do të na bashkangjiteni? Me shumë kënaqësi, inshallah, taala ta bëjmë umrën bashkë. A mund të ma çosh atë për ëndrat? E ke lart, merr aty lart. Nëse merr pom për smundin e azmës, a prishet? Nuk prishet. Por sot namazin xhumas nëse na ikin një rekat, po, edhe një tjetër plus. Përshëndetje nga Bisedani. Nëse jep gjak, a prishet agjërimi? Këshillohet që gjaku në Ramazan të jepet mbas iftarit. Atëherë ora aty ke ju tani është 5. Po së marrim kohë se do të falni sabahun. Selam nga Berlini, aleikum selam, rahmatullah. Unë kam falë këtu, në Mekë ne kemi falë, kemi ardhur nga Qabja tani. A mund bëj akika për mamin e cila nuk jeton më? Jo, nuk bën fëmija akika për prindin, e kundërta ndodh. Frankfurti, aleikum selam, nga Sofia, Santa Sofia, Itali, aleikum selam. Nga Munchen, Meniu, aleikum selam, nga Bremeni, aleikum selam. Lulieta, jemi përgjigj pyetjes tate pak më lart. Jemi përgjigjur pyetjes tënde pak më lart. Nga keni kthimin për në Tiranë nga Athina? A bën linkun për namaz? Patjetër, ja tani po ta shkruaj. Bismillah. Sa po ta çova. Nga Sauku, aleikum selam, rahmatullah, Zoti ju rujt. A ke pas gjë këtë hoxh Brahjan, që e vran komunistat në derë xhamis, i vraf Zoti, i vraf të Zoti. Unë kam hequr një dhëm dje mas dite, po kam dhimbje dhe tani nga sefyra dhe pipa ilaçe. Po nuk e di më vonë si do të vete, po nisi dhimbja prapa, lejohet me prish agjimin, lejohet, nuk ka se problem. Nga Hanoveri, aleikum selam, rahmatullah. A duhet të kemi abdes kur lutemi? Kur lutemi, jo. Kur falim namaz, po.
a Gjermania, amin, Elbasani. Më falë 2 rekat mas abdesit, a jam gabim? Jo, je shumë mirë, je rregull. Nëse jam larg gamizmi 10 km shkoj falë të ravi, pas i s'kam gjami afer. A është mirë, a e kam detyrë? Jo, është mirë, detyrë nuk e ke. Nga Trento, Italisë. Po normalisht me shku o burse, Ramazani, aty e ka mirësinë. A ka ndonjë dua të veçanta për sure për shëndet? Fatihaja dhe 3 surat e fundit, ajeti kursi, nga Gjermania, alaykum selam. A mund të falem deri para imsakut? Po. Nga Ulqini. O Amir, Allahu të rrit, Zotit në raft. Inshallah, po, Slovenia, alaykum selam. Unë pa gjëra, duhet me bos sadaka? Po, duhet me bos sadaka në fund të Ramazanit. Si do ta falim sunetin sabahut? Se unë fal vetëm farzin. Njësoj si farzi, po pas zë. Në rekatin e parë Fatiha Kafirun, në rekatin e dytë Fatiha Kul Huwallah. Nga Oslo, shifim inshallah thot javën tjetër, inshallah. Mbas imsaku deri kur mundemi me hëngër. Deri në imsak mbyllen në imsak. Kur duhet me dhënë vitrat, anë nga fundi Ramazanit, po munden edhe më herët, nuk ka problem. A ka ndonjë aplikacion ku mundem me mësu namazin? Po si s'ka? Ja, po ta çoj këtu. Ta çova, okej. Nga Milano, alaykum selam, rahmatullah. Nga Rimini, alaykum selam, rahmatullah. Nga Berlini, alaykum selam, rahmatullah. Po a gjë edhe pse kam djalin 2 muajsh dhe po ushqej me gji. Mirë, po kam pak nerva, kam 3 vajza, 2 janë 18 vjeçë dhe po agjërojnë bashkë mua, alhamdulillah. Mirë, pa kam gjina, jo inshallah, jo. Mundohu, ti jesh më i qetë. Nga Tirana, nga Studeniçani i Shkupit, alaykum selam. Nga Italia, alaykum selam. Si mund të lexoj Kur'anin në arabisht një femër që është me të përmueshmet? Me doreza dhe e lexon. Amin edhe ju. Nëse ruan abdesin, mundesh më fal? Po. Nga xhamia e madhe e Durrësit, alaykum selam, rahmetullah, Zoti i rrit. Do vim sot me datë 9 me umra Medine Travel. A do të bashkëngjit me grupit tuaj? Po, inshallah, me shpresë Zotit. Amin, gjithë dhe bashkë, nga Pogradeci, alaykum selam, rahmetullah, nga Durrësi, alaykum selam. A llogaritet zekati kur të ardhurat janë të përbashkëta? Po. Linkun po ta çoj. Linkun e kam çuar një herë lart, mos ma kërkoni gjithë linkun. E keni lart tek një nga komentet. A është gjëna ta mbyllësh me cigare? E kemi dhënë një fetva për cigaren. Unë falet 2 sunet namaz natë dhe vazhdoj syfyrin. Shumë mirë. Reggio Emilia, Itali. Kur falem në shtëpi, më hapet shpesh goja, si për gjumë. Hajë, inshallah, stresi 0. Ose për të meni. Nga Osnabruki, alaykum selam, rahmatullah. Allah i rujt, Zotin e roft. Atëherë po e mbyllim inshallah që t'ju lejmë me fal sabahun. 5 helma, alaykum selam, rahmatullah. Nëse të bien nga dora një ushqim, a bëjmë gjinaf mos ta marrim? Jo, mirë është atë ushqimin me e morë me e hongër, mos me e lonë tokë, me e pastru me e morë me e hongër. Po lexoj Kur'an, po mos mbaroj, po të mos ta mbaroj se lexuar gjatë Ramazanit dhe hyjë gjuna? Jo. S'ka problem, e mbaroj më mrapa.
nga Gostivari. A prishet agjërimi nëse marrim suppost nga poshtë, nuk prishet agjërimi. Mehri në martesë, po, është prej detyrave. Gjilani, spital kam bërë një infiltrim, një produkt pirje që në japin me gjilpër. S'ka problem, stresi zero. Deri kur duhet hajmë se fyrë, deri në shqip kalendarin aty ku thot imsaku. Nëse kam përgjuar kërkën falje dhe marrim Allahun, a na e fal Allahu? Po, inshallah, na e fal Allahu. A leo të falim për faljet që i thirr hoxha në xhami, se unë vetëm atë di. A leo të falemi me faljet që thirr hoxha në xhami. Se kuptova. Cilat sura preferohen për në farz? Ndryshoj surat, ndryshoj. Nga Franca, o lemë sa, s'na bru. A prish agjërimi nëse kemi gjegdar dhe nga hunda? Jo. Çfarë ndodh kur gjatë dhikrit mbas namazit të farz, nëse ke dyshim që nga trove? Bëj atë që është më sigurta. Nga Kölni i Gjermanisë. Në ende se kemi përfunduar se fyrën, burrim është zgju dhe veç po më këshirë dhe nuk panë se fyrë thot zgjohem se është sevap. Thuj burrit pi një gotë ujë. Pejgamberi sa më thot kush çohet për se fyrë dhe nuk ka oreks, le të pi një gotë ujë sa për bekim. Mi atëherë po e mbyllim inshallah taala sepse gjyshi jon thot Risi Selim Brahja. Allahu mëshirov dhe pas shkruajt dëshmor. Nga hoxhallarët e parë dhe klerikët e parë që ka ekzistuar, që ka ekzekutuar shteti komunist. Allahu mëshirov qoftë i xhenetit. A bon thot linkun e namazit e ke, merre këtu tek një nga komentet. A falen sunet kur hoxha ka filluar hutben, sa herë futesh në xhami duhet me fal patjetër 2 rekat namaz edhe nëse hoxha është duke mbajt hutben. A mund ta lexoj Kur'anin arabisht kur janë periodat ta dhan përgjigjen më lart? Mirë, do të mjaftohemi me kaq inshallah sepse ju duhet falni namaz sabahut atë që janë në Shqipni. A di thot shtyni së fyrin, po pra shtyheni në kohë, jo me çu jashtë kohë. Trenta Italisë, në Mekka i falë dhe sunet apo pa farzin. I falim siç i fal imami. Linkun për ëndra e ke këtu te komentet, respekte për ju gjithashtu. Allahu ju rujt, Zoti në roft. Në kur të na vini në Suedi, kur të naftoni inshallah. Qelimeja për të vdekurit nuk ka argument, është bidat. Selam nga Londra, alim selam alaikum. Nga Bolzano, alim selam. Mirë, atëherë mjaftohemi me kaq inshallah sepse nuk du të ju dej pa namaz. Allahu ju rujt, ju du fort shumë. Allahu ju nderoft, Allahu ju lartësoft, Allahu ju mëshiroft, Zoti ja pranoft agjërimin dhe çdo vepër të mirë dhe Zoti ja pranoft duat. Selam aleikum.